رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës mbi intervistat bashkëkohore. Jemi në pjesën e tretë edhe të fundit të serisë së vogël brenda playlistës, që trajton ligjëratat e hoxhës nderuar Sheikh Xhihad El Aish, i cili ka folur për organizatën më të rrezikshme në botë, më pas për familjen më të rrezikshme në botë dhe më pas për librin më të rrezikshëm në botë, që është videoja që ne po xhirojmë. Pika e parë për sot thotë: në ligjëratën e tretë të serisë, hoxha prezanton atë që ai e quan akhtaru kitab fil alam, pra libri më i rrezikshëm në botë. Pika 2 thotë që është libri që ofendon të tjerët, që nxit imoralitetin, vjedhjen, vrasjet, torturat dhe poshtërimin. Pika 3. A e dini se kush është? Pra thot hoxha gjatë ligjëratës në momentin që bën hyrjen, dhe përgjigjet vetë dhe thot Talmudi. Pika 4. Pretendojnë sektet xifute që e besojnë, studiojnë dhe zbatojnë këtë libër, që ai përmban mësimet që i ka dhënë Zoti Musës alayhis salam gojarisht, ndërkohë që Teurati përmban mësimet e shkruara. Pra këtu duhet të themi që tek ato sekte, prej sekteve xifute që e besojnë Talmudin, ai konsiderohet si një libër i shenjtë ose si një libër fetar i rëndësisë më të madhe, madje një rëndësie më të madhe edhe se sa vetë Teurati, që Teurati domethënë dihet edhe nga të krishterët dhe nga muslimanët, që ja ka shpallur Zoti profetit Musa alayhis salam. Për këtë arsye, duke qenë Talmudi një libër i cili udhëheq në aspektin shpirtëror dhe material një popull, atë popull që e beson atë, duke theksuar që një pjesë e sekteve xifute nuk e njohin fare Talmudin, nuk e miratojnë dhe nuk e ndjekin, por ata që e ndjekin normalisht do ndikojnë në të gjitha aspektet e jetës së tij prej tij. Për këtë arsye ne kemi thënë edhe më herët gjatë zhvillimit të këtyre videove, që në momentin që ti kupton se në çfarë beson një person apo një grup personash apo një popull, dhe se çfarë ai praktikon, pra akideja dhe fikhu, dhe kush është historia e tij ose biografia e tij, në atë moment ti arrin një njohje sa më të plotë jetë e mundur rreth atij personi apo grupi apo atij populli. Dhe kuptohet që nëse feja e atij populli është e mirë, atëherë do të thotë që dhe ai do të jetë i mirë. Nëse feja e tij është e keqe, atëherë edhe ai do të jetë i keq. Dhe nëse ka dhe të mira dhe të këqija, pra përzihen të dyja së bashku, aty ku feja ka të mira, edhe ai popull do të jetë i mirë. Dhe aty ku feja ka gabime ose gjëra të këqija, aty do të gabojë dhe do të bëjë gjunahe edhe ai popull që e ndjek këtë fe, në varësi të sasisë së përputhjes së tij me këtë fe ose të devotshmërisë së tij që ka në atë fe. Për këtë arsye themi që feja nuk mund të neglizhohet dot dhe të mos merret në konsiderat në vlerësimin e çfarëdo lloji individi apo grupi të caktuar të njerëzve. Është e domosdoshme që të njihet feja e tyre me patjetër. Për këtë arsye, nëse dëshirojmë të njohim fen e sektit sionist që kemi trajtuar në dy ligjëratat e kaluara dhe në këtë të sotshme, atëherë duhet njohur Talmudi, sepse Talmudi i përcakton ato norma. Pika numër 5. Pretendojnë se ai është bashkimi mes dy lloje mësimesh gojore. E para quhet Mishna, e dyta quhet Xhemara. Pika 6. Për Mishnan pretendojnë se ju shpall Musës alayhis salam dhe ai ja tregoi një këshilli prej 70 rabinëve më të zgjedhur, pastaj një elitë xifute e rizbuloi pasi që kishte humbur për një farë kohe. Pra ky është pretendimi i këtyre, ndërkohë që muslimanët kanë këndvështrim krejt të ndryshëm për Musën alayhis salam, po ashtu duhet të themi që edhe të krishterët kanë këndvështrim tjetër për Musën ose për Mojsiun, siç përmendet në Bibël alayhis salam. Dhe këndvështrimi i muslimanëve dhe të krishterëve në lidhje me të është që ai ka qenë një profet i dërguar prej Allahut, prej krijuesit ose prej Atit, siç mund ta emërtojnë të krishterët, dhe ka qenë i dërguar për të udhëzuar gjithë
populli në të cilin ai u dërgua, dhe ai u dërgua tek populli izraelit për nga aspekti i gjenealogjisë. Kurse për nga aspekti i fesë, të krishterët pretendojnë që ndjekësit e Musës domethënë kanë qenë të krishterë, dhe muslimanët që ndjekësit e Musës kanë qenë muslimanë. Mirë po, kjo është nga aspekti i pretendimit gojor, ndërsa nëse shikojmë të dhënat, cilësitë, virtytet dhe veprat që Musa ka predikuar në Kur'an ose në Sunet, por edhe në Bibël gjithashtu, atëherë do të shikojmë që ato përputhen me parimet e Islamit. Për shembull, nëse shikon Dhjetën e Vjetër në Bibël, do të shikosh që shumë prej elementeve në historinë e Musës, por edhe të profetëve të tjerë, përputhen me qoftë në besim, qoftë në praktik me atë që predikon feja islame. Për këtë arsye mund të themi që edhe në Bibël gjithashtu ka disa tregues që të shtyjnë të mendosh që ata kanë qenë realisht muslimanë. Kjo është nga aspekti më tepër historik dhe krahasimor midis feve. Ndërsa ne në Islam domethënë nuk e kemi në dyshim që të gjithë profetët kanë qenë muslimanë. Mirë po, mënyra se si e përshkruajnë Musën këto sekte të cilat ndjekin Talmudin është shumë e ndryshme nga ajo që besojnë dhe muslimanët dhe të krishterët, ndoshta dhe studiues laik, që thjesht e shikojnë këtë figurë nga aspekti historik, por edhe ndryshe nga sektet e tjera xifute të cilat e refuzojnë Talmudin. Pra këndvështrimi i tyre është shumë i ndryshëm dhe mund të themi që është shumë periferik, porse për shkak se këto sekte janë fuqizuar shumë në botë, duket sikur kjo është këndvështrimi qendror ose këndvështrimi bazik. Pika numër 7. Rreth 200 vjet para erës son është zhvilluar veprimtaria për mbledhjen e Mishnas, që do të thotë një sasi e konsiderueshme vjetësh pas veprimtarisë së Musës. I bie gati 1000 vjet pas Musës alayhis salam, ndoshta çik më pak, ndoshta çik më shumë. Dhe kjo në vetvete tregon që është një shpikje ose një risi e futur në fen judaike, në një pjesë domethënë të fesë judaike, dhe i atribuohet judaizmit apo profetit Musa alayhis salam. Pika 8. Një grup tjetër i dalluar rabinësh xifut u morën me shpjegimin e këtyre mësimeve. Pra, Mishna është marrë si tekst dhe më pas është komentuar, i është bërë tefsir, siç mund të thonë muslimanët për Kur'anin. Pika 6. Për 600 vjet me radhë, deri në vitet 400 të erës son, ka vazhduar ky proces derisa Talmudi mori formë plotësisht. Pra janë dashur 6 shekuj që të shkruaj Talmudi. Imagjino domethënë se sa lidhje mund të ketë Talmudi realisht me Musën alayhis salam. Pika 10. Aty kanë shpifur shumë kundër Zotit. Dhe këtë mund ta kuptoj edhe njeriu më i thjeshtë që ndoshta s'ka asnjë informacion nga çfarëdo lloj feje. Thjesht një person që dëgjon konceptin e Zotit beson që Zoti është një gjë, një qenie që është e përsosur, që nuk mund të ketë tëmeta, domethënë, dhe që ka fuqi absolute, dije absolute etj. Pavarësisht e beson ai Zotin apo nuk e beson, apo i nënshtrohet apo nuk i nënshtrohet. Pra, përkufizimi i Zotit ky është që është një qenie që ka krijuar gjithçka dhe që nuk ka asnjë tëmet, është i përsosur. Ndërkohë që po të lexosh Talmudin, tregohet krejt e kundërta e kësaj. Tregohet sikur Zoti domethënë i ka të gjitha tëmetat e mundshme. Për këtë arsye themi që kjo bie ndesh me logjikën rreth të parë, pastaj bie ndesh edhe me shumicën e feve të botës. Për të mos thënë me të gjitha fet ndoshta përveç këtyre që e besojnë këtë gjë. Më pas, pika 11. Kjo na nxjerr në pa, domethënë që sionistët në vetvete janë kundër gjithë njerëzimit. Edhe pse janë një grup shumë i vogël, ama gjithë njerëzimi nuk pajtohet me ta në gjithë këto këndvështrime e jo më në projektet që ata kanë për botën. Pika 11. Më pas, në shekujt e mëvonshëm e kanë renditur Talmudin me kapituj si pas ndarjeve të temave që i bëjnë fukahat musliman fikhut. Për shembull, në qoftë se lexojmë fikhun islam, do të shikojmë që çdo libër i fikhut është i organizuar në këtë mënyrë që në fillim është kapitulli i pastërtisë, pastaj kapitulli i namazit, pastaj shtyllat e tjera të islamit ku përfshihet zakati, agjerimi, haxhi, pastaj me haxhin lidhet umreja, pastaj trajtohen tema të tjera që mund të kenë të bëjnë me marrëdhëniet ndërnjerëzore, me çfarë lejohet, çfarë ndalohet në çështjet e ushqimit, veshjeve, ilaçeve etj. Më pas çështjet ekonomike, domethënë marrëdhëniet tregtare, marrëdhëniet e shitblerjes, qeras etj. Marrëdhëniet familjare,
martesa, divorci, gjithënia, trashëgimia etj. Dhe më pas kalohet në çështjet ndërshtetërore, si janë marrëdhëniet ndërshtetërore midis njëra tjetrës, si veprohet në kohë paqe, si veprohet në kohë lufte, rregullat e secilës prej tyre, po ashtu çështjet gjyqësore, do të thonë si gjykohen çështjet në Islam, kush janë inkurajimet për gjërat e mira, kush janë dëshkimet për kundërvajtjet penale. Pra me këtë lloj modeli kanë organizuar Talmudin këto sekte djallëzore. Pika 12. Ndërkohë Talmudi është sot dy llojesh. E para Babilonas, e dyta Palestinez ose Orshelini, që njihet ndryshe. Dhe këtu po të vëmë re një detaj interesant, nuk është quajtur Talmudi izraelit, se në kohën kur është shkruar nuk ka pas Izrael, ka pas vetëm Palestinë aty. Prandaj dhe Talmudi, libri i shenjtë i shumë sekteve xifute, është emërtuar Talmudi Palestinez. Kjo në vetvete tregon se kush duhet ta zotrojë atë tokë dhe kush duhet të njihet si i vetmi shtet që ka të drejtë që të sundojë dhe veprojë në atë territor. Duhet të jetë Izraeli apo duhet të jetë Palestina, apo duhet të jenë të dyja së bashku. Pra nuk ekziston as tek vetë historia e Talmudit koncepti i Izraelit, përveç se diçka bashkohore. Më pas, pika 13, i pari kur është botuar ka pasur 12 vëllime. Pra Talmudi i Babilonas bëhet fjalë. Pika 14, i dyti është sa 1/3 e të parit. Kjo tregon mospërputhjet e mëdha që kanë ata me njëri tjetrin ndër të tjera. Dhe kjo bie ndesh qartësisht me atë që përmend Allahu në Kur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk meditojnë ata rreth Kur'anit dhe nëse ai do të kishte qenë i shkruar prej dikujt tjetër përveç Allahut, nëse do të kishte ardhur prej dikujt tjetër përveç Allahut, do të gjenin atë shumë kundërthënie. Ndërkohë, ato palë të cilat përpiqen ta luftojnë Islamin qoftë ideologjikisht, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, kanë mospërputhje brenda librave të tyre fetar, kanë mospërputhje midis tyre dhe librave fetar dhe mospërputhje me njëri tjetrin në të njëjtën kohë. Pra kanë të gjitha llojet e mundshme të mospërputhjes dhe të kontraditave. Ndërkohë që në Islam një gjë e tillë nuk ekziston as në Kur'an as në Sunet. Më pas, pika 15, mbledhja e dy talmudeve ka qenë veprimtari e pavarur secila, njëra në Irak, kurse tjetra në perandorinë romake dhe Azi. Kuptohet që në atë kohë nuk ka pasur një Irak me kufit dhe me institucione dhe me gjithë tiparet që ka sot shteti i Irakut, po bëhet fjalë për mbetjet e perandorisë babilonase. Pika 16, 1/3 e Talmudit Babilonas përbëhet nga lajme dhe histori, ndërsa pjesa tjetër nga gjykime akaidike dhe fikhore. Akaidike do të thënë që kanë lidhje me besimin, fikhore do të thotë që kanë lidhje me praktikën, me veprat, ndërsa 15% e Talmudit Palestinez përbëhet nga e para dhe pjesa tjetër nga e dyta. Do të thënë dhe në përqindjen e organizimit të temave, ata ndryshojnë thellësisht nga njëri tjetri. Ndërsa histori, gjithashtu dhe Kurani mund thuhet që ka brenda tij histori ose lajme, ashtu siç ka ajete që flasin për besimin dhe ka ajete që flasin për veprat, për anën praktike të fesë, po ashtu dhe librat e dietarëve në këtë formë organizohen, duke i marrë këto elemente dhe duke i renditur në mënyrë akademike me kapituj, tema, nën tema etj. Këto modele kanë ndjekur Talmudi, por duke e kthyer në të kundërt. Aty ku fe islami inkurajon një gjë, ata atë gjë inkurajojnë vetëm brenda sektit, se dinë që është e mirë, po jashtë sektit e dekurajojnë për t'i bërë dëm të tjerëve. Ndërsa aty ku fe islame ndalon diçka sepse është e keqe, me njëri tjetrin atë gjë nuk e aplikojnë, duke ditur që është e dëmshme, por e aplikojnë kundër të tjerëve. Dhe kjo në vetvete tregon djallëzitë e tyre. Dhe çfarëdo lloj fjale negative që të përdoret për ta përshkruar këtë grup dhe këtë ideologji nuk do të mjaftonte. Pika 17. Të ndër të tjerë themi me shumë keqardhje sepse ne nuk dëshirojmë që asnjë pjesë e njerëzimit, asnjë individ i vetëm të anojë nga e keqja dhe t'i përcaktojë për veten e tij xhehenemin në botën tjetër në përjetësi, ose trazira në këtë botë pafund, por se realiteti nuk është sipas dëshirave tona. Ne duam që të gjithë njerëzit të jenë të mirë, të devotshëm, të udhëzuar, të drejtë dhe çdo gjë të jetë vetëm mirëqenie në botë, por nuk janë gjërat sipas dëshirave tona sepse bota është një testim.
Dhe brenda këtij testimi ne përpiqemi të bëjmë pjesën tonë aq sa mundemi që të bëjmë përmirësime, por se në të njëjtën kohë e dim që do të ketë gjithmonë edhe gjëra negative. Drejtësia absolute do mund vendoset vetëm në ditën e gjykimit. Pika 17. Vlen të theksohet që jo të gjithë çifutët besojnë në Talmud, siç e përmendëm. Pika 18. Te këta përfshihet një grup që është ndikuar nga veprimtaria e Martin Luterit dhe disa të tjerë, pra nga reformatorë të mëhershëm, qoftë edhe jo çifut. Pika 19. Po ashtu bëjnë pjesë edhe mendjendriturit, pra ata për të cilët kemi folur në këto ligjërata, të cilët i referohen Zoharit, një libër tjetër të cilin gjithashtu e kemi përmendur, dhe thot Hoxha që është 10 fish më i keq se Talmudi. Unë personalisht kam lexuar vargje nga Talmudi dhe kam dëgjuar ligjërata për njerëzve që e kanë lexuar Talmudin dhe e kanë studiuar atë. Në të ardhmen pretendojmë edhe ta studiojmë më me themel, por rreth Zoharit nuk kam informacion tjetër përveç asaj që përmend Hoxha këtu. Ai thotë që është 10 fish më i keq, mbase mund të jetë ashtu, po ta lexojmë konkretisht, do na zgjerohet horizonti akoma më shumë. Pika 20. Në shumicën e rasteve kur përmendet Talmudi te çifutët, nënkuptohet ai Babilonas, pra ai ka më shumë popularitet dhe përhapje dhe pesh. Pika 21. E ka ndaluar atë kisha për një farë kohe për shkak të ofendimeve dhe padrejtësive kundër njerëzimit që ndodhen në të. Dhe këtu e lavdërojmë kishën dhe i themi bravo i qoftë për veprimin që ka bërë, sepse nuk ka pas të bëjë ky lloj ndalimi me çështje para gjykimi. Por ky lloj ndalimi ka pasur të bëjë me parandalimin e së keqes në botë. Siç e shikon po ta lexosh Talmudin konkretisht. Pika 22. Edhe vetë çifutët e kanë hequr një pjesë të Talmudit pas botimit për shkak të sulmeve të tij ndaj të krishterëve, pastaj e kanë rikthyer. Këtu thuhet ndaj të krishterëve sepse kjo veprimtari ka ndodhur në Europë dhe Europa ka qenë shumica e saj dërmuese e krishterë dhe gjerësisht praktikante në atë kohë kur ka ndodhur kjo gjë. Sot mund të tingëllojë ndryshe nga që Europa është laicizuar shumë dhe kanë braktisur gjerësisht fen, edhe pse feja vazhdon të jetë prezente akoma, por se në atë kohë domethënë këta kanë folur kundër shumicës popullsisë së vendit. Domethënë kanë ofenduar rënd shumicën dërmuese dhe normalisht do kishte reagime kur të merrej vesh një gjë e tillë. Pika 23. Në Zvicër është botuar dhe shpërndar së pari. Pika 24. Duhet që të gjithë të kuptojmë si fillim se kush është rreziku nga ky libër. Këtu hyn akoma më shumë në temë Hoxha në lidhje me përmbajtjen e tij. Pika 25. Dhe këtë që ai thot këtu e kam parë edhe nga burime të tjera gjithashtu. Madje i kam ditur shumicën e këtyre gjërave, mund të themi, edhe rreth sektit, edhe rreth projektit të tyre, edhe rreth librave dhe fesë të tyre, përpara se ti dëgjoja këto ligjërata nga Hoxha, por kam zgjedhur që ligjëratat e tij të sjell në shqip, për arsye se ai i përmbledh më së miri dhe i rendit më së miri. Pra më duket mënyra më akademike dhe më e mirë për t'i prezantuar këto të dhëna, ndërkohë që edhe më herët i ka marrë nga burime të ndryshme të shpërndara. Pra kjo që ai ka përmendur është më e mirë organizuar. Pika 25. Thuhet në Talmud që ata që lexojnë Teuratin kanë bërë një vepër me vlerë. Ata që lexojnë Mishnan akoma më shumë, ndërsa ata që lexojnë Xhemaran akoma më shumë. Pra tefsirin e Mishnas që është shpallje gojore sipas tyre që Musa nuk ja ka treguar njerëzve, por e kanë zbuluar rabinët e tyre. Pika 26, pra një lloj çmendurie në vetvete. Së fundmi ai është përkthyer edhe në arabisht dhe është botuar me 20 vëllime me fletë të mëdha. Pra janë fletë më të mëdha se sa fletët e zakonshme që kanë librat, siç mund t'i shikoni, pra diçka që nuk e nxë një rafë me përmasa të tilla. Rreth 30 cm gjatësi i bie përafërsisht. Në qoftë se do të botoj në këto lloj përmasash, do të thotë që ndoshta do dilte me 25 apo me 30 vëllime. Më pas, ndërkohë Hoxha thotë është botuar së fundmi, por ligjërata e tij është mbajtur para rreth 10 vjetësh, që do thotë kanë kaluar ndoshta 15 vjet apo më shumë nga botimi i këtij libri në gjuhën arabe. Pika 27, nuk kam informacion nëse ai gjendet në gjuhën shqipe, besoj që ndoshta nuk gjendet, por është i lexueshëm në anglisht. Pika 27. Përkthimi i tij nuk ka qenë diçka e thjeshtë. Pika 28. U përcaktua si fillim një fond prej rreth $20 milion në vendet arabe dhe nuk u finalizua,
derisa e realizoi këtë Omani me një fond shumë më modest. Pika 29. Megjithatë, nga aspekti i gjuhës, përkthyesve u është dashur të sjellin në arabisht fjalë dhe shprehje nga aramaishtja, sirianishtja e vjetër, hebraishtja e vjetër, hebraishtja e përmirësuar dhe hebraishtja e përmirësuar në mënyrë të mëtejshme. Pra gjitha këto konsiderohen pothuajse si gjuhë më vete, që do të thotë që ka pasur terma nga një përzierje gjuhësh, sepse edhe çifutët në atë kohë kanë qenë të përhapur në vende të ndryshme dhe kanë marrë elemente nga kultura të ndryshme. Madje kanë përzier fen me elemente të popujve të ndryshëm, po ashtu edhe librin e kanë përzier me këto gjëra. Pika 30. Po ashtu, brenda Talmudit gjen besime faraonike, perse, kenaane, ashurase, hebraike e tjerë. Pika 31. Fjala ime. Personalisht mendoj që ata kanë përvetësuar gjërat më të këqija në çdo besim tjetër të devijuar të mëparshëm. Tani arsyeja pse unë shpreh në këtë lloj forme është sepse siç e kemi trajtuar më përpara, nuk kanë qenë Beni Israilët që janë përmbajtur rrugës së Musës, nuk kanë qenë ata që i kanë sjellë këto devijime. Këto devijime i ka sjellë një grup prej tyre të cilët janë dhënë mbas magjisë dhe kanë adhuruar shejtanin dhe detyrimisht kanë filluar të devijojnë nga ajo e drejta me të cilën ka zbritur Musa. Ndonse ata mund t'ia atribuojnë Musës këto gjëra. Mund të pretendojnë se kur ai ka ditur këto dhe se kur ata tani po ja sjellin njerëzimit. Mirë, po e vërteta është që këto gjëra janë të refuzuara nga çdo njeri i logjikshëm dhe nga çdo njeri normal. Tyre u duket e keqja e mirë dhe e mira e keqe. Kështu që nuk përputhen asgjë kundi me njerëzimin në përgjithësi dhe me muslimanët në veçanti. Por detyrimisht kur ata përfshin diçka në fe, duke qenë se që në fillim kanë qëllime të këqija dhe udhëhiqen nga e keqja, nga satanizmi, detyrimisht që do të marrin elementet e këqija nga çdo popull. Dhe për këtë arsye dhe themi që është e kundërta e Kuranit, sepse në Kuran gjendet e mira absolute dhe ata kanë kollaj që të sjellin të keqen absolute, qoftë edhe thjesht me studimin e Kuranit. Dhe faktikisht sekti i tyre e studion Kuranin dhe çdo fe e studion me detaje, ndonjëherë më shumë se sa praktikuesit e vet asaj feje, por me qëllim që ta dëmtojë atë dhe që ta ketë atë nën kontroll. Pika 32. Brenda Talmudit gjen pretendime se nuk mundet askush të mësoj fen hebraike nëse lexon vetëm Teuratin pa Talmudin. Pika 33. Po ashtu se fjala e rabinëve është më me vlerë se fjala e profetëve. Pika 34. Po ashtu se as Zoti vet nuk e ndryshon dhe nuk e anullon dot Talmudin. Kjo është një nga çmenduritë e shumta që ata pretendojnë, pra pretendojnë se e tejkalojnë aftësinë e Zotit. Pika 35. Po ashtu se Zoti mlidhet me angjëjt çdo natë dhe e studion Talmudin. Pra e ulin Zotin në nivelin e krijesave, një çmendurim më vete. Pika 36. Po ashtu është detyrë vrasja e çdo gojimi që tenton të lexojë Talmudin, gojim ata emërtojnë popullatat jo çifute, dhe çdo çifuti që tenton t'ia mësoj Talmudin ndonjë gojimi. Kjo në vetvete tregon për sa të rëndësishme konsiderojnë ata ruajtjen e sekretit dhe ruajtjen e fshehtësisë atyre që besojnë dhe që praktikojnë. Sikur ata të ishin njerëz të zakonshëm, do të donin që ta dinin njerëzit se çfarë besojnë dhe çfarë praktikojnë. Nuk do kishin as turp as frikë nga kjo gjë. Por fakti që përpiqen ta mbajnë sa më të fshehtë jetë e mundur, kjo në vetvete tregon për qëllimet e tyre të këqija. Pika 37, fjala ime. Kjo tregon djallëzinë e tyre, sepse nëse do të mendonin që janë realisht në të drejtë dhe janë njerëz të mirë, meritorë për mëshirën e Allahut në botën tjetër, siç edhe pretendojnë, do të dëshironin ta përhapnin besimin e tyre te njerëzit, siç dëshirojnë muslimanët dhe të krishterët dhe jo e kundërta. Pra muslimanët e konsiderojnë detyrë që t'i informojnë të tjerët rreth Islamit, në bazë të mundësive të tyre. Po ashtu dhe të krishterët e konsiderojnë detyrë që t'i informojnë të tjerët rreth krishterimit në bazë të mundësive të tyre. Ndërsa këta e konsiderojnë të ndaluar rreptësisht që të informohet dikush tjetër jashtë grupit të tyre për besimet e tyre dhe për praktikat e tyre. Pika 38. Po ashtu nëse një gojim godet një izraelit, gojimi meriton vdekjen. Ndërkohë që po të shikosh në Kuran, gjen normën e ndëshkimit të barabartë. Kurse këtu jo barazi, po këta të sulmojnë edhe pa i rënë në qafë, jo më duke i rënë në qafë. Pika 39.
kur filloi të dilte në pa djallëzia e tyre mes njerëzve brenda Talmudit, filluan edhe të përdornin fjalë të kodifikuara, si për shembull vetë fjala gojim, për të maskuar dashakësinë e tyre ndaj popujve dhe veçanërisht ndaj të krishterëve, meqense në mes të krishterëve kanë lulëzuar. Po faktikisht armiku më i madh i tyre është Islami dhe muslimanët, sepse ata po bëjnë rezistencën më të madhe ndaj projektit të këtyre dhe ndaj ideologjisë së këtyre. Pika 40. Po ashtu aty thuhet se duhet vrarë çdo bamirës nga gojimet. Pra njerëzit më të rrezikshëm dhe më nënshënjesër për këta janë njerëzit më vepërmirë. Kështu që nëse ti përpiqesh që të kënaqësh Zotin sa më shumë dhe të bësh sa më shumë vepra të mira dhe të ruhesh nga e keqja, atëherë ti je armiku më i madh për këta. Pika 41. Po ashtu se nuk duhet ndihmuar në asnjë rast dikush prej tyre. Pra përveç se duhen armiqësuar, por edhe nuk duhen ndihmuar, ndalohet ndihma. Pika 42. Po ashtu duhet i luten xifutët Zotit për shkatrimin e shtëpive mbi kokën e gojimëve sa herë që kalojnë pranë tyre. Pra dashakësia në maksimum. Edhe nëse nuk kanë mundësi të bëjnë dëm vetë, ti luten Zotit që Zoti t'ia bëjë dëmin tjetrit. Pika 43. Po ashtu nëse bën qifuti imoralitet me një qifute ndalohet, ndërsa me një gojime lejohet dhe anasjelltas, sidomos për qëllime strategjike shtetërore. Për këtë arsye, domethënë ata i përdorin shpesh, siç kemi parë edhe në emisione të tjera, sidomos tek izraelitët, i përdorin agjentet femra që përpiqen domethënë të manipulojnë palën kundërshtare nëpërmjet trupit të tyre dhe nëpërmjet veprimeve që ato mund të bëjnë, dhe pse në rastin e Palestinës kanë dështuar me sukses në këtë aspekt. Dhe për këtë i përgëzojmë në maksimum vëllezërit palestinezë për faktin që janë treguar të qëndrueshëm me gjithë kuptimin e fjalës qëndrueshmëri kundrejt së keqes së njerëzimit. Pika 42. Pika 44. Po ashtu lejohet dhe ndonjëherë është detyrë vjedhja ose plaçkitja e pasurisë së gojimëve, si dhe lloje të tjera dëmtimesh ndaj tyre. Pika 45. Si mund të jetojmë ne me një popull të tillë? Pra kjo është fjala e Hoxhës. Pika 46, fjala ime. Pra sa herë që them fjala ime do të thotë që vë unë një koment që nuk është pjesë e ligjëratës, siç e kemi përmendur më herët. Si mundet madje cili do popull të jetojë me një popull të tillë? Pra sado dashamirës që të jetë një popull, nëse populli tjetër ka këtë lloj besimi, ti do të sillesh mirë me ta, po ata sillen keq me ty, nuk bashkëvepron dot. Është e pamundur, i bie që ose do të izolohen ose do të ndodhin trazira midis të dyja palëve. Dhe jo për faj të popullit që shikon punën e vet. Edhe pse në ditët tona jemi mësuar me viktimizimin e sionistëve saktësisht, se nuk është për të thënë çifutëve në përgjithësi, se në krye të kësaj domethënë sekti këtyre qëndron, por se në fakt nuk janë ata viktimat, popujt e tjerë janë viktimat dhe ata janë agresori. Pika 47. Po ashtu thuhet se mes qifutëve nuk aplikohet kamata, ndërsa mes qifutëve dhe gojimëve detyrohet të aplikohet. Pra, jo vetëm që kamata konsiderohet gjuna midis tyre, por është detyrë me të tjerët. Ndërkohë që në Islam nuk bën diferencë nëse ti domethënë do t'i bësh padrejtësi një muslimani apo nëse ti do t'i bësh padrejtësi një personi që s'është musliman. Në të gjitha rastet padrejtësia të ndalohet. Dhe sjellja e mirë është e detyrueshme edhe me muslimanin dhe me jo muslimanin. Dhe jo e kundërta e kësaj. Kështu që çfarë lloj logjike mund ta pranoj këtë lloj ideologjie? Pika 48. Që në vitin 850 të erës son, perandori Justinian ka urdhëruar eliminimin e këtij libri, po ashtu në shekullin e 13 Papa Inocenti e tjerë. Pra her pas here domethënë në Europë janë bërë lëvizje për ruajtjen e popullatave nga këto ideologji të frikshme. Por se pavarësisht se ato mund të kenë pasur një efekt pozitiv për momentin, ama këto ideologji janë rishfaqur dhe kanë vazhduar të bëjnë dëme, siç e shikojmë sot tek kësaj dite që këto kanë marrë një avantazh të madh për fat të keq. Dhe në veçanti populli shqiptar, me çfarë konstatoj unë të paktën në Lushnjë dhe në Tiranë që kam jetuar dhe me aq njerëz sa kam biseduar, ka nevojë të sensibilizohet më shumë dhe të njohë më tepër në lidhje me këto gjëra të cilat nuk i ka pas ditur dhe nuk ka qenë informuar më herët.
Pra këto gjëra diskutohen shumë më tepër në Europë, diskutohen shumë më tepër në Amerikë, diskutohen shumë më tepër në linjën e mesme, diskutohen shumë më tepër në disa pjesë të botës që ne mund t'i kujtojmë si më të pa informuara se sa ne. Po faktikisht ne mund të jemi ndonjëherë më të pa informuar se sa ata, por është koha që edhe ne të informohemi dhe ta dimë domethënë se kush është e mira, kush është e keqja, në mënyrë që ta dimë se çfarë qëndrimi do mbajtur. Domethënë cila lëvizje do mbështetur, cila lëvizje nuk do mbështetur. Kush na e do të mirën dhe kush na e do të keqen. Pra këto gjëra të cilat po trajtojmë në këto ligjërata janë pikërisht në kuadër të kësaj. Pra në shërbim të popullit shqiptar në këtë aspekt që ka qenë pak më mbrapa le të themi në krahasim me popujt e tjerë. Pika 49. Po ashtu në shumë vende vazhdimisht i kanë përzënë xifutët për shkak të këtyre gjërave të Talmudit. Tu duhet të theksojmë diçka, që e përgjithshme është që xifutët janë përzënë me të drejtë për shkak të këtyre veprimeve që kanë bërë këto grupe. Por ajo që është pa të drejtë është që ata s'kan bërë dallime që kush i ka këto mendime dhe kush i bën këto veprime dhe kush nuk i bën ato. Pra e kanë marrë gjithë popullatën dhe ikni të gjithë. Ose mund t'i kenë persekutuar, ose mund t'i kenë vrarë, ose mund t'i kenë torturuar. Në këtë aspekt muslimanët nuk bien dakord dhe këtë gjë kanë vërtetuar në histori. Qoftë në kohën e Osmanëve kur i kanë shpëtuar xifutët nga la Reconquista e Izabelës dhe Ferdinandit, por qoftë edhe shqiptarët në veçanti gjatë luftës së dytë botërore. Shqiptarët kanë shpëtuar një grup njerëzish që kanë qenë viktimë në atë rast. Por sionistët nuk janë viktimë. Për këtë arsye do të duhej që popujt dhe në veçanti shtetet të identifikonin se kush është problematik për këtyre. Dhe ata do të duhet të ndëshkoheshin, madje unë personalisht do të sugjeroja që shtetet do të duhet të vendosnin dënime më të rrepta posaçërisht për veprimtaritë satanike. Ndonse mundet që ky mendim të ngelet thjesht individuale të mos aplikohet ndonjëherë. Ama ne duhet ta shprehim mendimin tonë që dhe pse në laicizmin që ne jetojmë ka gjëra që mund të përputhen prej ligjeve laike me ligjin fetar dhe t'i aprovojmë edhe ne ato. Ka dhe gjëra që mund të mos përputhen, prapse prap neve na lindet drejta të propozojmë që disa dukuri, siç është satanizmi apo magjia, duhet të ndëshkohen me ligj dhe duhet që shtetet i marrin në konsiderat ato gjëra. Sepse dëmi që bëjnë këta njerëz në shoqëri është jashtëzakonisht i madh. Dhe magjistarët e rëndomt, jo më këta që janë ustallarët e magjisë. Kështu që nëse do të duhet që shtetet të ndëshkonin dikë, do duhet të ndëshkonin vetëm ata që janë problematik. Dhe padyshim që ata që kanë këtë lloj besimesh dhe këtë lloj praktikash janë shumë problematik. Kurse njerëzit e tjerë në përgjithësi, qofshin xifut apo jo xifut, atëherë nuk ka pse të mbajnë përgjegjësi për gabimet që nuk i kanë bërë ata vetë. Më pas, pika 50. Po ashtu mund të themi që kemi sot një binjak të Talmudit, që është libri me titull Protokollet e pleqjve të Sionit, që në arabisht quhet Protokollat Hukama Suhyun, ndërsa në anglisht nëse zgabojmë titullohet Protocols of the Elders of Zion, ose mund të emërtohet siç thot Hoxha, Talmudi Europian, pra këtë e thot ai nga vetja e tij, apo Talmudi i tretë, sërish nga vetja e tij, apo Talmudi i xifutëve Khazar. Këtë e lidh domethënë me origjinën që ka ky si libër. Pika 51. Ky libër thuhet që është shkruar mes viteve 1770, rreth viteve, 1770, nga kokat e mendjendriturve, mendjendritur s'mund t'i quajmë ata, por mendje errëtit i takon që të quhen, ndërsa më vonë i ka rënë në dorë një gruaje antare të masonerisë, e cila nuk ka pasur fuqi ta publikojë vetme, por ja ka dorëzuar atë një përfaqësuesi të ortodoksisë dhe dashamirës të ateut rus të kohës me emrin Sergej Nilus. Ky është personi të cilit bota i detyrohet për njohjen e këtij projekti djallëzor dhe këtij libri famkeq. Pika 52. Ky i fundit ka qenë i njohur si njeri me biografi shumë të mirë në raport me vlerat e vendit ku bënte pjesë, dhe e ka përkthyer këtë vepër në rusisht, pastaj është publikuar gjerësisht. Tani nëse vim në kohën tonë, mundet që njerëzit e lidhur me sionizmin ta sulmojnë një figurë të tillë apo figura të tjera të cilat kanë qenë jo të linjës zyrtare dhe kanë folur për gjunahet e sionistëve. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ne jemi të detyruar të besojmë dhe të mendojmë atë që ata predikojnë, qoftë nëpërmjet medias apo nëpërmjet mjeteve të tyre që zotrojnë. Përkundrazi, ne duhet të gjykojmë me drejtësi.
ky person nuk ka qenë musliman dhe ne nuk e vlerësojmë që ky është i mirë se është i joni për shembull. Ky person ka qenë ortodoks. Nuk ka qenë as arab, as turk, as shqiptar, as një popullsi që është në përgjithësi muslimane. Ka qenë rus. Do të thënë ne nuk e favorizojmë atë për asnjë lloj çështje interesash apo gjërash kësaj natyre, apo për përputhje politike apo çdo lloj justifikimi tjetër. Por thjesht sepse ai ka informuar botën dhe ka sensibilizuar në raport me një rrezik shumë real dhe që është bërë gjithmonë më real deri në ditët tona. Më pas, pika numër 53. Dolën që futut në atë kohë sapo e morën vesh që projekti i tyre po merrej vesh nëpër tregje dhe filluan të blinin të gjitha kopjet e librit. Pra nuk është se libri ka dalë shumë kollaj në qarkullim, ka pasur pengesa rrugës. Pika 54. Nilus ka qenë ndoshta i pari në botë që ka paralajmëruar publikisht për disa rreziqe si luftrat botërore, shkaktarët e tyre do të jenë çifutët, rënien e shtetit Osman, coptimin e tokave arabe, pushtimin e vendit të tij, pra Rusisë, nga çifutët. Nëse ne shikojmë këto 5 gjëra, të pesta kanë ndodhur me përjashtim të luftës tretë botërore, e cila ndoshta është duke ndodhur ose ndoshta do të ndodhi, ose ndoshta dhe nuk ndodh, këtë nuk e dim. Por se tani që këto kanë ndodhur, duken si një gjë e mirëqenë, si një gjë normale. Mirë, po ky person ka folur për këto para se këto të ndodhin, bazuar mbi njohurinë që ka marrë mbi këtë libër që është projekti për ndodhjen e këtyre gjërave. Për këtë arsye kjo i jep një fuqi të veçantë asaj që ai ka predikuar në atë kohë. Më pas, pika 55, që kur realisht çifutët pushtuan Rusinë në revolucionin bolshevik, u luftua ky libër dhe çdo kush që kishte çfarëdo lloj lidhjeje me të. Pra, pavarësisht shpërndarjes në fillim, më pas kaloi një periudhë censure. Pika 56. Vet Nilus u burgos, u rrah dhe u eliminuan kopjet në qarkullim. Pika 57. Më pas ishte gazetari britanik Victor Marsden, i cili arriti të zotëronte një kopje të librit dhe mbas 2 vitesh burgim në Rusi, u kthye në Britani, e përktheu dhe e publikoi këtë libër dhe u bë sebeb për përhapjen e gjerë të tij në Britani dhe në SBA. Pra është përhapur në botën perëndimore kryesisht si fillim. Pra atje ku dhe kanë filluar këto kurthe dhe këto dashakeqësi, atje ka pasur edhe një farë rezistence kundrejt këtyre, e cilat të dyja gjërat, dhe kjo gjë pozitive dhe kjo gjë negative, janë përhapur më tej në botën islame dhe në vendet e tjera të botës më pas. Pika 58. Aq sa mund të thuhet për mendimin tim që sot në botë një luftë vetëm është duke u zhvilluar, të paktën në aspektin ideologjik, ndonse në vendesh dhe në aspektin e drejtë për drejtë. Është lufta ndërmjet sionistëve dhe rezistencës ndaj sionistëve, që kryesisht përfaqësohet nga muslimanët dhe ortodoksët, por mund të themi që është edhe më e gjerë. Mund të themi që përfaqësohet nga tradita e çdo populli dhe nga çdo popull që ka elemente të konservatorizmit brenda vetes. Allahu e di më së miri. Më pas, pika 58, po të lexosh protokollet, do të vëresh që nuk ka asnjë fjalë të vetme që të dalë jashtë asaj që shpall dhe predikon Talmudi. Pra Talmudi është baza për protokollet. Ndonse ky sekt nuk dëshmon ndjekjen e Talmudit. Pika 59. Po ashtu, parimet e Nikola Machiavellit në librin e tij Princi janë të gjitha të frymëzuara nga Talmudi. Dhe ky libër domethënë është mjaft i njohur dhe autori është mjaft i njohur, por baza e kësaj që është Talmudi duhet të njihet akoma më shumë. Pika 60. Po ashtu, me këto parime kanë arritur ta shndërrojnë Europën ish të krishterë në popull thellësisht ateist. Dhe kjo është një fatkeqësi domethënë që i ka ndodhur Europës në një aspekt, por gradualisht në histori ka pasur edhe disa elemente pozitive që kanë ndodhur më mbrapa, por jo për merit të këtyre. Më pas, pika 61. Të njëjtën gjë kanë dashur të bëjnë me muslimanët. Por në rastin e muslimanëve themi që me tërmend kanë dështuar dhe nuk kanë shpresë të arrijnë asnjë lloj suksesi. Pra sukseset e vetme që mund të arrijnë mund të jenë në nivel material me muslimanët. Ndoshta mund t'i pushtojnë, ndoshta mund t'i marrin pasurinë, ndoshta mund t'i torturojnë apo t'i vrasin apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, por nuk ndikojnë dot në aspektin e tyre shpirtëror. Sepse Allahu ka marrë përsipër që do ta ruajë këtë fe. Ashtu siç thot Allahu në Kur'an,
inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Me të vërtet ne kemi zbritur dhikrin ose përkujtimin, që është Kurani, dhe me të vërtet ne do ta ruajmë atë. Kështu që atë që e ruan Allahu nuk ka fuqi në botë, as sionistët, as iblisi, as gjithë e keqja e botës që të mund ta zhduki. Më pas, pika 62. Në fillim rrëzuan kishën nga pushteti në Europë dhe pastaj luftuan fen, domethënë krishtërimin, kurse te muslimanët patën sukses në rrezimin e qeverive sheriatike, por dështuan në luftimin e fesë. Domethënë janë përpjekur ta luftojnë fen, nuk është se janë përpjekur dhe përpiqen akoma, por nuk e arrin dot këtë lloj objektivi me Islamin. Dhe kjo është e dukshme edhe nga aspekti historik edhe për studiues që nuk janë muslimanë. Pika 63. Fjala ime. Mund të vlej për shekullin e kaluar dhe deri tani afër deri diku shprehja i mundën muslimanët, por nuk mundin dot Islamin. Pra kur themi mundin muslimanët, kemi për qëllim që i kanë rrëzuar shumë prej shteteve islame, i kanë pushtuar, i kanë coptuar, kanë bërë genocide pafund sa kanë dashur, ama Islami është akoma aty prezent. Madje Islami po përhapet sot me ritme aq të shpejta dhe në ato vende ku Islami mund luftohet më shumë, të paktën ideologjikisht po themi, në Perëndim për shembull, po përhapet me një vrull të jashtëzakonshëm. Kështu që sa herë që ata përpiqen për një rezultat negativ në raport me Islamin, Islami del me rezultate shumë më pozitive. Dhe normalisht që kjo i zemëron ata dhe lutem Allahun që ta shtojë sa më shumë këtë dukuri. Pika 64. Ishte dikur Mustafa Sabri, shejhu i Islamit, që kur fliste fjala e tij kishte peshë. Pika 65. Rashteti Osman ishte Ezheri, pra Universiteti i Ezherit në Egjipt, me shejhun e tij që gjithashtu kishte peshë. Pika 66. Tani dëshirojnë që asnjë shejh të mos ketë peshë, përveç shujukëve të tyre që i kanë përgatitur në laboratoret e tyre, siç edhe e deklarojnë drejt për drejt ndonjëherë. Pika 67. Edhe në botën e krishterë, edhe në atë islame, çdo gjuna që përhapet në mënyrë të organizuar, pra jo thjesht individuale, ka në prapasken punojësi të kësaj organizate që e drejtojnë. Pra nëse shikon që përhapet fenomeni i drogës masivisht, apo i prostitucionit, apo i padrejtësive të tjera, i korrupsionit të tjerë, apo i sharjes së fesë, apo gjëra të tjera të ndryshme që janë negative për një shoqëri, gjithmonë mbrapa tyre qëndrojnë këta njerëz, pra ky lloj sekti. Dhe kjo jo vetëm në vendet ku ata kanë lindur, por gjërësisht nëpër botë tashme. Pika 68. Dhe kjo është në veçanti një lloj dukurie që njerëzimi duhet ta kuptojë dhe duhet jetë i vëmendshëm ndaj kësaj. Ta kuptojë se kush e stimulon të keqen në vendin e vet, në mënyrë që ta luftojë atë të keqe. Pika 68. Normalisht që armiku dëshiron që populli të mpihet psikologjikisht, mendërisht, shpirtërisht dhe mos të reagojë fare dhe e keqja të vazhdojë ritmin e vet konstant, por ne themi që të luftosh për drejtësi është nder dhe nuk është turp, për këtë arsye njerëzit duhet që të reagojnë ndaj së keqes. Nuk thot askush që duhet të reagojnë me mënyra të jashtëligjshme apo gjëra të kësaj natyre, apo që duhet të bëjnë trazira, por për të reaguar duhet të reagojnë. Pastaj, nëse aplikojnë këta gjëra të jashtëligjshme, ndryshon puna. Pika 68. Lobi Çifut në Amerikë dhe më gjerë tenton ta bëjë librin e protokolleve sikur është një falsifikim i verifikuar me qëllime antisemite, por ka dështuar në këtë përpjekje, sidomos mbas tufanit Aksa, ku bota ka filluar ta marrë vesh të vërtetën gjerësisht, dhe mbas dosjes Epstein. Pra, të gjitha këto gjëra e bëjnë që askush mos na thojë dot tani që ku bazoheni ju për këtë, apo kjo është konspiracion, apo po thoni gjëra të pavërtetuara. Përkundrazi, të gjitha këto dëshmitë që nuk janë të lidhura me njëra tjetrën, e përforcojnë njëra tjetrën. Të gjitha ato referenca që kemi treguar ose të tjera që janë për të treguar se është folur shumë për këtë gjë, janë vërtetim dhe mbështetje për njëra tjetrën. Kurse gjithë propaganda që bën media zyrtare, kryesisht nga vendet perëndimore, ajo në vetvete, edhe pse konsiderohet si e vërtet botërisht, mirë po ajo nuk është absolute, sepse ajo ka dhe gjitha një burim, që janë vetë sekti sionist. Ndërkohë që këto të tjera, dhe nëse janë burime më të dobta, por këto e përforcojnë njëra tjetrën. Kurse ato, çfarëdo lloj kanali që tjetë nga kanalet e mëdha, ato nuk e përforcojnë dot njëra tjetrën sepse kanë gjitha një burim në vetvete. Më pas, pika 69. Henry Ford personalisht ka publikuar mbi gjysmë milioni kopje të librit për disa vite.
derisa në fund ngritën çështje gjyqësore kundër tij dhe e detyruan të kërkonte falje publikisht në përfaqet e para të gazetave. Pika 70, dhe ky nuk është person për tu nënvlerësuar. Pika 70. Ky libër me të drejtë nxiti shumë urrëtie për sionistët në Europë dhe në Amerikë, por pak në krahasim me tani. Pra tani së fundmi, sidomos nga tufani aksa e tutje, pavarësisht që janë përpjekur të aplikojnë censur, por dhe të kjo kanë dështuar dhe detyrimisht që njerëzit do ta urrejnë gjën e keqe. Nuk i bën dot njerëzit që ta duan gjën e keqe me zor. Pika 71. Protokollet mund të quhen edhe një version më i përditësuar i Talmudit. Dhe të kjo gjithashtu bjem dakord. Pika 72. Si puna e këtij libri ka pasur edhe të tjerë më të vegjël në ndikim, si për shembull mbi mashtrimin, coptimin dhe pushtimin e vendeve arabe, si Egjipti, Libia, Jemeni, Gadishulli Arabik, Sudani, Iraku, Siria, Jordania, Palestina e tjerë. Pra, këto gjëra janë përmendur në për libra para se këto të ndodhin dhe më pas kanë ndodhur. Që do thotë që janë gjitha pjesë e një projekti. Pika 73. Më përpara flitej më shumë për këto gjëra, thot Hoxha, kurse tani kanë filluar të lihen në harresë dhe duhet të rigjallërohet procesi i sensibilizimit të njerëzve lidhur me to. Dhe unë bie dakord me të në kohën kur ai ka mbajtur ligjëratën, por tani mbas tufanit të aksa ka ndryshuar çdo gjë. Tani pothuajse çdo kush, edhe personi më i thjesht, po flet për këto gjëra. Dhe detyrimisht ne nuk mund të qëndrojmë pa dhënë kontributin ton në sensibilizimin e njerëzve. Fjala ime, pika 74, bie dakord me Hoxhën për periudhën që unë kam pranuar Islamin, se ka qenë pak a shumë periudha kur ai ka mbajtur këto ligjërata, që do thotë diku në vitet 2013, por mbas tufanit aksa, ky element ka ndryshuar pozitivisht. Pra ka dhe dukuri të mira në botë dhe këtë e përmendëm. Pika 75. Së fundmi ai nxit që secili të bëj pjesën e vet që ka në dorë për përhapjen e së vërtetës dhe e lut Allahun për sukses në luftën kundër këtij projekti djallëzor dhe kundër mësimeve të Talmudit, pasi zgjidhja paqësore me këtë dukuri është e pamundur. Në këtë aspekt, në kuadër të kësaj janë pikërisht dhe këto ligjërata që ne po mbajmë, që pjesa jonë që kemi në dorë që t'i sensibilizojmë njerëzit, ta bëjmë me sukses që përpara Allahut ditën e gjykimit të jemi të justifikuar për shkak të mundësive tona të kufizuara që kemi në realitetin që jemi. Gjithsesi, çdo kush bën pjesën e vet të vogël dhe duke mbledhur ato së bashku bëhet një diçka e madhe. Për këtë arsye askush mos ta nënvlerësoj potencialin e vet, sepse një fjalë që mund të thojë mund të jetë pozitive për të në ditën e gjykimit sa ta çojë në xhenet dhe ta shpëtojë nga xhenemi. Me këtë ne e mbyllim videon e sotshme dhe të fundit të kësaj serie, duke i përshëndetur shikuesit dhe duke i kujtuar që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahman